Normalisht, unë jam i mendimit që derisa të kemi këtë blokadën që Shqipëria nuk është në Bashkimin Evropian, interesi do vazhdojë të jetë i lartë. Pavarësisht se ka vite në të cilat zbehet pak, siç është e vërtet, por pastaj do të rishtohet prapë në momentin kur Gjermania do të lëvizi pak, sepse Gjermania ka bërë disa reforma të cilët realisht do të japin një rritje ekonomike të Gjermanisë të ardhshme dhe hapën shumë sektor pune. Por mendoj që derisa Shqipëria të jetë e bllokuar, do ketë interes, për arsye sepse ato që janë në Shqipëri dëgjojnë nga persona që janë këtu, por nuk e shohin realitetin ose nuk e prekin realitetin. Në momentin që do jetë kjo dëshira për të luftuar, patjetër që ka shumë probleme. Sepse këto persona që të vinë në Gjermani ndoshta kanë kohë, ndoshta paguajnë diku, ndoshta bëjnë diçka dhe në momentin që janë në Gjermani detyrohen të qëndrojnë me kushte të mira apo të këqija. Gjë që mund të ndryshonte në momentin që Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, për arsye sepse lëvizja është më e thjeshtë. Kjo ndërturja e ideve, ndërturja e mënyrës së jetesës të Shqipërisë me vendet evropiane do të sjellë një lëvizje të ndërsjellë. Mos harrojmë që gjithmonë flasim për lëvizjen e shqiptarëve në Gjermani, por ka dhe gjermanë të cilët kanë interes të jetojnë në Shqipëri. Nuk është thujse e pamundur, por në momentin që Shqipëria nuk është në Bashkimin Evropian, është një vështirësi lëvizje të cilën nuk e do njeri.